Serbia po vazhdon provokimet ndaj shtetit të Kosovës. Alarmi është ngritur ditë më parë nga Ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Sveçla, i cili tha se Beogradi zyrtar ka shkelur hapësirën ajrore të Republikës së Kosovës me disa dronë. ETV1 ka mësuar ekskluzivisht se tash e 2 ditë, dronët që dyshohet se janë nga Serbia kanë vëzhguar pikat kufitare, Jarin dhe Brnjak në pjesën veriore të vendit. Këtë aktivitet të kundërligjshëm e kanë vërejtur policia e Kosovës, të cilët më pas kanë njoftuar pjesëtar të KFOR-it amerikan. TV1 i ka parë edhe pamjet e këtyre dronëve, të cilët janë vërejtur natën e së mërkurës mbi hapësirën ajrore në pikën kufitare të Jarinjes. Zëvendës drejtori i policisë për rajonin e Veriut Veton Elçani konfirmon se këto informacione i kanë ndarë me KFOR-in amerikan, të cilët janë duke u marrë me rastin. Ato çka unë kam për me thonë është që policia e Kosovës ka një bashkëpunim të mirë me KFOR-in. KFOR-i amerikan është përgjegjës për veriun e vendit. Çdo informacion që ne e kemi shpërndaj me ta dhe çdo gjë që ka nevojë për me u nda me partnerët tonë ndahet. Siguria është në nivel, a ka mundësi të jetë më mirë, gjithmonë ka mundësi të jetë më mirë, sidoqoftë ne konsiderojmë që në çdo vend veri të vendit kemi mundësi me ndërhy, po kemi bashkëpunim edhe me partnerët tonë sa i përket rreziqeve tjera. TV1 ka dërguar pyetje në KFOR, por të njëjtit nuk kanë kthyer përgjigje. TV1 ka raportuar edhe më herët për disa dyshime se dronë të Serbisë që kanë operuar mbi infrastrukturën kritike në disa zona, përfshirë liçenin e Ballavës dhe gazermën e FSK-s në Podujev, për çka KFOR kishte thënë se janë duke monitoruar situatën.